që ta kërkojnë të jepet zgjidhje. Dardania, një prej lagjeve më të njohura dhe më të banuara të Prishtinës, vazhdon të përballet me një sër problemesh që sipas banorëve qëndrojnë të pazgjidhura prej vitesh. Përtej imazhit të një prej zonave më të frekuentuara të Prishtinës, banorët thonë se realiteti është ndryshe. Mbetje azbesti, të lëna në hapësira publike, pa pastërti në disa pjesë të lagjes dhe sipërfaqe të gjelbra që sipas tyre nuk po mirëmbahen siç duhet. Është merë pezom, kur i shef pezom investimet që janë të pastajme, lidhur me gjelbrimin, as kush nuk kujdeset për me i ujit. Tjetra, që këta najlona këtu që i shifni, këto janë, ajo pjesë aty është azbest kancerogen që fëmija vazhdimisht sillen në këtë plato. Ajo është një të merë pezon me pa, dikush i huj, po edhe për banorë gjithsesi. Shqetësimi kryesor i banorëve lidhet me praninë e mbetjeve të azbestit, një material i cili paraqet rrezik për shëndetin për shkak të vetive të tij të njohura si kancerogjene. Ata thonë se pranë këtyre mbetjeve kalojnë çdo ditë fëmijë dhe qytetarë të shumë, ndërsa materiali vazhdon të mbetet i ekspozuar në hapësira publike pa u larguar. Nuk janë ndriçimi i duhur. Mbi këtë plato, si kur se shifet, i shef plakat krejt janë të demoluara, kur kush nuk përkujdeset për atë. Ku qëndron shkaku, aty nuk e dik. Banorët gjithashtu ankohen edhe për mungesën e mirëmbajtjes dhe gjendjen e hapësirave të përbashkëta. Sipas tyre, papastërtia, neglizhimi i ashensorëve dhe mungesa e përkujdesjes ndaj sipërfaqeve të gjelbra kanë lënë disa pjesë të lagjes pa vëmendjen e nevojshme institucionale. Nuk mund të jetë të foj kretë dhe përparim ramës kryetarit, kjo është kretë pasuje shpendametit. Shpendameti ka lunë qështu që gjendje. Kretë pasuje të kena për shpendametit. Nuk kujdesen, vinko... Pa i vinko, tash s'po me lidh me fushatave që vinko paskoj po është me në gjystë. Kom informacionit që i ka në arme investua për, inshallah edhe vinë e bojnë. E ty si banor i lagjes qatë mungon mas shumë të në këtë lagje? Ojnë në halë me liftëna, me ascensore në halë. Lidhur me këto shqetësime, Kanal 10 ka kontaktuar komunën e Prishtinës për të marrë një shëndrim zyrtar dhe për të mësuar se cilat masa janë planifikuar për adresimin e këtyre problemeve. Në një përgjigje me shkrim për televizionin, Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca në komunën e Prishtinës ka bërë të ditur se deri në pranimin e kërkesës nuk ka pasur ndonjë raport zyrtar lidhur me praninë e mbetjeve të azbestit në lokacionin e përmendur. Duke marrë parasysh natyrën e ndjeshme të materialeve që dyshohet se përmbajnë azbest dhe rrezikun potencial që ato mund të paraqesin për shëndetin publik dhe sigurinë e qytetarëve, ekipet tona do të dalin në terren për të verifikuar gjendjen faktike. Nëse gjatë inspektimit konstatohet se bëhet fjalë për materiale me përmbajtje azbesti ose për ndonjë rrezik tjetër për sigurinë publike, Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca do të ndërmarrë masat e nevojshme në përputhje me kompetencat ligjore, duke koordinuar veprimet edhe me institucionet përgjithëse për trajtimin dhe largimin e mbetjeve të tilla. Kanali 10 do të vazhdoj ta përcjellë këtë gjendje dhe do të rikthehet në lagjen Dardania për të parë nga afër nëse janë ndërmarrë veprime konkrete dhe nëse problemi i ngritur nga banorët do të marrë zgjidhje. Vazhdojmë me problemet e lagjeve të kryeqytetit.